vjen kush është Dejjali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Edhe sot me lejen e Allahut Azza wa Jall vazhdojmë tredimin ton rreth Dejjalit, sa shenje prej shenjave të mëdha të Kiametit, duke bazuar në hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, të cilat janë të shumta në numër në lidhje me këtë çështje dhe fjalëve të dietarëve. Në çështjet e radhës që mund të përmendim në vazhdimsi të temës së mësimit të kaluar, për Dejjalin, është se kur është koha që do të dalë Dejjali, në cilën kohë do të shfaqet Dejjali. Së pari duhet dim se shfaqja e Dejjalit është afër. Si vjen në hadithin e Temim ad-Darit që e përmendëm copëza nga ky hadith, ku Dejjali i pyet këta persona për disa shenja, i pyet se a kanë ndryshuar apo janë shfaqur apo jo, dhe përmendëm fjalët e studiuesve islam në lidhje me këto vende dhe shenja që pyeti Dejjali dhe se si ato kanë filluar të ndryshojnë, gjë që tregon ardhin e tij. Dhe profeti alayhi salatu wassalam e miratonte diçka të tillë. Dhe Dejjali ndër të tjera tha, unë do t'ju tregoj, tha këtyre personave, ndërta ishte edhe transmetuesi i hadithit Temim ad-Dari, i tha, unë do t'ju tregoj juve për veten time, unë jam Mesihu, dhe e shpjeguam çdo të thot fjala Mesih në rastin e Dejjalit, dhe ardhja apo shfaqja ime është shpejt, pra është shpejt. Dhe nga shenjat që lajmërojnë se ka ardhur apo koha apo shfaqja e Dejjalit është shumë pranë, është edhe çlirimi i Konstantinopojës. Çlirimi i Konstantinopojës, e cila sot me vendosjen dhe marrjen e muslimanëve prej saj quhet Stambolli. Pra Stambolli sotëm. Dhe muslimanët e kanë sulmuar disa herë Konstantinopojën gjatë historisë për ta marrë atë, përpara se të kthehej në një vend islam siç është sot, me suksesin nga Allahu. Dhe i pari që ka nisur një ekspedit luftarake për marrjen e Konstantinopojës është sahabi i nderuar i profetit alayhi salatu wassalam, Muawiya ibn Abi Sufjan, në vitin 49 të Hijrit. Në vitin 49 të Hijrit, por nuk ushiruan atë kohë. Dhe as në ekspeditat e tjera, derisa do të vinte radha e Muhammed ibn Murad ibn Muhammed, ose njohur ndryshe me lagapin Muhammed el-Fatih, Muhamedi çlirues, i cili në vitin 857 do ta merrte Konstantinopojën me luftë. Do ta çlironte atë nga shirku dhe idhujtarët, që më pas të shndrohej në një qytet ku adhurohej Allahu Azza wa Jall dhe banorët e tij ishin musliman. Prandaj konsiderohen ekspeditat luftarake të muslimanëve në vendet e shirkut dhe të kufrit nuk konsiderohen pushtime, por çlirime, sepse i çlirojnë ato toka nga shirku dhe i çlirojnë ato banor nga shirku. I nxjerrin ata nga robëria e shejtanit dhe vetveteve për në robërinë e Allahut. Dhe pastrojnë ato tokë nga idhujtaria dhe idhujt për me tauhidin e Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është çlirimi më i madh dhe më i lavdishëm. Dhe ka ndodhur, ndërsa çlirimi tjetër i dytë që do të bëhet i Konstantinopojës, Istanbulit pra të sotëm, ky është ai i cili lajmëron se kur të ndodh menjëherë pasi do të shfaqet Dejjali. Pra nuk do të kemi një periudhë kohore
nga njëra do dhite tjetra, por me njëherë, do të vi me njëherë. Dhe ky lloj çlirimi apo marrja e Konstantinopolës, Stambollit për herë të dytë nga ana e muslimanëve nuk do të jetë më me luftë. Nuk do të ndodhë me luftë siç ndodhi herën e parë. Por siç ka lajmëruar profeti alayhi salatu wassalam, do të ndodhi me dhikr, me Allahu Akbar, me tekbir, me fjalën la ilaha illallah. Si vjen në hadithin e profetit alayhi salatu wassalam, i cili u drejtua një herë sahabëve të tij dhe i tha: "A keni dëgjuar për një qytet ku njëra anë e tij është në tokë dhe ana tjetër në det?" I thanë sahabët radhiyallahu ta'ala anhum: "Po, i dërguari i Allahut." Dhe këtu bëhet fjalë për Konstantinopolën, sepse vjen në një përcjellje tjetër të Imam Muslimit që përmendet, thelësohet ky emër, El-Konstantiniye, Konstantinopoja përmendet. Edhe pse ka interpretime të tjera në dietar, disa thonë është Roma, disa të tjerë thonë është Venecia e tjerë. Por ky është mendimi më i saktë dhe Allahu e di më së miri, sepse përmendet me emër në transmetimin e Imam Muslimit. Thot më pas profeti alayhi salatu në vazhdim të hadithit, nuk ka për të ndodhur kiameti derisa 70.000 musliman, pra 70.000 nga bijt pasardhësit e Ishakut, birit e Jakubit, profetit e Allahut, do ta luftojnë atë, pra do të zhvillojnë betejë, do të nisën për të zhvilluar betejë, për ta marrë atë, dhe kur të arrijnë tek ajo, pra te ky qytet Konstantinopoja, nuk do të luftojnë me armë. Dhe as nuk do të jetë nevoja të qëllojnë qoftë edhe një shigjet. Nuk do të hudhet në drejtim të armikut që është brenda në qytet. Por ata do të thonë la ilaha illallah, Allahu Akbar, dhe do të bjeri njëri mur rrethues i qytetit. Dhe bëhet fjalë për murin rrethues nga ana e detit. Më pas do të thonë për herë të dytë la ilaha illallah, Allahu Akbar, edhe do të bjeri ana tjetër e murit të qytetit. Më pas do të thonë për herë të tretë la ilaha illallah, Allahu Akbar, dhe do të bjeri, do të hapet i tërë qyteti, do të hyjnë, do të marrin nga begatit, pasuritë që janë në atë qytet. Dhe duke qenë në ndarjen e pasurisë, pra sapo ka mbaruar çlirimi, marrja e qytetit, dhe janë duke ndarë plaçkën e luftës, një thirrës do të thras fort me paralajmërim, duke thënë Dejjali ka dalur. Dejjali është shfaqur, pra. Atëherë ata do të lënë çdo gjë dhe do të nisen për të kthyer në shtëpitë e tyre. Do ta lënë. Janë duke ndarë, pra çfarë pasuri? Por kur të marrin vesh se Dejjali ka ardhur dhe nga frika e familjarëve të tyre, do ta lënë me një herë atë çështje, pasurinë, dhe do të nisen për të kthyer në familjet e tyre. Dhe ky është hadithi që e transmeton Imam Muslimi. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në një tjetër transmetim thot se kur të çlirojnë Konstantinopolën dhe do të merren më pas, do të angazhohen më pas, do të fillojnë të ndajnë plaçkën e luftës dhe armët e tyre i kanë varur në pemët e ullinjve. Thon dietar, gjë që tregon sigurinë që do të jetë me një herë pas marrjes së Konstantinopolës për herë të dytë nga ana e muslimanëve. Pra do të jetë një gjendje sigurie aq e madhe sa s'do të jetë nevoja që ushtari të mbajë armët me vete, por do t'i varë diku për të qenë i lirshëm në trupin e tij. Dhe dihet që ato kanë peshë dhe të kufizojnë në lëvizje. Atëherë shejtani do të thras, ka dalë Dejjali dhe ka shkuar tek familjet tuaja. Ata me një herë do të largohen, do të lënë çdo gjë që kanë, do të dalin nga qyteti dhe do të nisen për në familjet e tyre,
por do të shohin se kjo thirrje ishte e pavërtetë, gënjeu shejtani. Por kur të arrijë në Sham, atëherë do të shfaqet Dejjali. Pra, me njëherë pas thirrjes së gënjeshtërës së shejtanit. Cili është shkaku i shfaqjes së Dejjalit, një tjetër çështje kjo. Edhe kjo është interesante. Duhet dim se Allahu subhanahu wa taala për çdo gjë ka bërë sebeb. Për çdo gjë ka bërë sebeb. Dhe shfaqja apo sebebi i shfaqjes së Dejjalit, pra i çlirimit të tij nga ato pranga që përmendëm mësimin e kaluar, është zemërimi i madh që do ta kaplojë. Për cilë nëfir, se Ibn Umari radhiyallahu ta'ala anhu pa një herë në një rrugë të Medinës Ibn Sayyadin. Ibn Sayyad ka qenë nga jehudët, çifutët e Medinës, i cili në fizikun por edhe në karakterin e tij ishte cilësi shumë të ngjashme me Dejjalin. Saqë kishte prej sahabëve që betoheshin se ky është Dejjali. I ngjashëm në fizikun e tij, imazhin e tij, por edhe në karakterin e tij. Dhe ishin nga çifutët e Medinës. E pa dhe ju drejtua atij me fjalë të rënd Ibn Umari radhiyallahu ta'ala anhu. Fjalë e cila e zemëroi aq shumë Ibn Sayyadin, saqë trupi i tij u fry nga zemërimi dhe bllokoi tër rrugicën. Gjë e çuditshme, e jashtëzakonshme. E bllokoi tër rrugicën. Dhe Ibn Umari i bëri përshtypje të gjë dhe u kthye tek motra e tij Hafsa, që ishte njëkohësisht bashortja e profetit alayhi salatu sallam, dhe i tregoi. Ajo i tha, pse e bëre këtë gjë me Ibn Sayyadin? A nuk i Allah të mëshiroft, çfarë kërkoje me këtë gjë nga Ibn Sayyadi? Pra pse e provokove? A nuk i të dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam që tha për Dejjalin, inna ma yakhruju min qabdatin yaghdabuha, ai do të shfaqet kur t'i ndodh apo kur ta kaplojë një zemërim i madh. Pra nga zemërimi i madh që do ta kapi Dejjalin, do të tërbohet aq shumë saqë dhe njeriu kur tërbohet merr energji, forcë, do t'i këpus prangrat dhe zinxhirat që e mbajnë të lidhur. Dhe do dalë nga ai vend, siç u përmend në hadithin e Temim ad-Darit. Dhe ku është vendi nga ku do të dalë Dejjali? Ne përmendëm në hadithin e Temim ad-Darit radhiyallahu ta'ala anhu se e pa në një ishull, brenda një kështjellë të madhe të braktisur, të lidhur Dejjalin, duar të lidhura me zinxhir pas qafe, këmbët të lidhura nga gjunjtë e poshtë me zinxhir. Por ku është ky vend? Ky ishull afër kujt zone nga zonat e tokës? Vjen në sunetin e profetit alayhi salatu wassalam, sqarohet zona nga ku do të shfaqet dhe do të dalë fillimisht Dejjali, përpara se të udhëtojë dhe të shtel më pas gjerësisht në tokë, në çdo qytet të tokës përveç Mekës dhe Medinës. Përmendet që ai do të dalë nga lindja. Lindja këtu kuptimi është lindja e Medinës, sepse profeti alayhi salatu wassalam kur përmendet te hadithi ishte në Medinë. Pra nga lindja e Medinës. Si sot në hadithin e tij, ai është në detin e Shamit, që kuptimi me të sot është deti Mesdhe. Sham është krahinë e madhe që përfshin sot disa territore, Sirin, Palestinën, Jordanin, një pjesë tonë edhe përfshin edhe një pjesë të Irakut, një pjesë e dietarëve deri në Mosul e tjerë. Apo në detin e Yemenit, sot quhet deti arabik. Jo tha, përkundrazi, ai do të dalë nga lindja. Pra fillimisht profeti alayhi salatu wasallam tha përmendi këto dy zona pranë këtyre deteve, pra deti
Mesdhe që njihet sot, dhe ka për qëllim anën e Shamit, dhe deti arabik, i deti Jemenit e përmendi. Thonë dietarët se kjo më dyshje ka qenë nga profeti alayhis salam si një përpjekje e tij, ijtihadi i tij për ta gjetur, hulumtimi i tij. Por më pas i erdhi shpallja që e saktësoi, duke thënë nga lindja. Ndërsa dietarët e tjerë thonë jo, kuptimi këtu nuk është më dyshje nga ana e profetit alayhis salam, por si ai që thotë është ndartu, jo, është ndartu. Pra sikur bën një retorik apo monolog me veten. Dhe thonë dietarët se ky përshkrim, pra që është në det, ishulli sepse ishulli ishte në det, përkon me atë që sot njihet deti Kaspik. Deti Kaspik është liçeni më i madh në botë, prandaj quhet det, sepse ka përmasa shumë më dha. Por realisht me teorinë e përkufizimeve se cili është deti, cili është liçeni, ai është liçen. Sepse është një përmasë e madhe ujë e rrethuar nga deti, është gati 370.999 km2 sipërfaqe, deti Kaspik. Pra përkon me detin Kaspik dhe është liçeni më i madh në botë. Dhe rrethohet nga disa shtete, Rusia, Turkmenistani, Irani, Azerbajxhani, pra që kanë dalje në këtë det. Dhe del nga zona e Horasanit, krahin, është një krahin e madhe siç është Shami. T'ju ja tregoj me foto këtu për ta pasur më të qartë ju. Horasani është një krahin që shtrihet në Iran, Afganistan dhe më tej. Në Iran, Afganistan dhe më tej. Horasani që i themi ne. Dhe ka dalje në këtë det, që njihet si deti Kaspik. Ja, shihni këtu të vijën e kuqe që ka rrethuar diçka dhe njolla blu është deti Kaspik. Jeni larg, e dalloni, Ajo poshti, ai territori rrethuar me vit kuqe është krahina e Horasanit. Pra, e afron profeti alayhis salam vendodhjen e Dejxhalit dhe vendaljen e tij. E afron pra nga kjo zonë, pra nga ana e Horasanit, deti Kaspik, por nga ana e Horasanit do të shfaqet Dejxhali. Dhe transmeton Abu Bekr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Dejxhali do të shfaqet nga zona e lindjes, e quajtur Khurasan, dhe do ta ndjetin atë Dejxhalin, njerëz fytyrat e të cilëve, bën përshkrimin këtu, fytyrat e cilëve janë si mburojat e rrahura fort me çekiç. Pra mburoja që përdorshin më parë si mjet mbrojtje në luftë, kur e rre fort bëhet e lëmuar dhe shndrit. Ndoshta, thon dietarët, ky përshkrim në rastin e atyre që pasojnë Dejxhalin ka kuptimin e njerëzve me fytyra të ftohta si metali pa ndjenja, pa emocione. Pra si njerëz me zemra të egra që të pasojnë Dejxhalin. Fytyrat e tyre janë si mburojat e rrahura fort me çekiç. Transmeton pra Imam Ahmedi. Dhe gjithashtu Dejxhalin, si thot profeti alayhis salam në hadith Imam Muslimin, do ta pasojnë 70.000 çifut nga çifutët e Asfahanit, një tjetër krahin kjo në Iranin e sotëm. 70.000 çifut nga çifutët e Asfahanit dhe i përshkruan të cilët mbajnë mbi ta një veshje të quajtur Tailese apo Tajalise. Është kjo këtu. Pra, që mbulojnë krokat dhe supet e tyre. Shihni? Mund ta keni parë të disa çifut të gjatë ceremonive fetare të tyre.
E dalloni ju atje? Veshin? Po pra mund të keni parë. Pra 70.000 çifut nga çifutët e Asfahanit që mbajnë të lloj cope të hudhur mbi kokrat apo supët e tyre që mbulojnë, do ta pasojnë Dejjalin. Dhe thot Ibn Kathiri, Allah më shiroft, thotë se kjo lloj shenje ka filluar të shfaqet, pra ose ekzistenca e tyre njerëzve që më vonë do të pasojnë Dejjalin për çifutëve që janë në zonën e Asfahanit, ka filluar të shfaqet, sepse atje është një vend, një zonë, e quajtur El Yehudije. El Yehudije, që nënkupton prezencën e një grupi të madh çifutësh, jehudësh në atë zonë. Dhe realisht në Iran, në mos gaboj në Teheran, që është kryeqyteti, ndodhet sinagoga më e madhe çifutë. Pra sado që ata duken sikur kanë një armiqësi, dhe ndoshta mund të kenë në periudha kohore armiqësi me njëri tjetrin, por realiteti është krejt ndryshe, në përfundim është krejt ndryshe. Dhe thotë se Dejjalin do ta ndihmojnë, do ta shoqërojnë 70.000 çifut nga kjo zonë me armët e tyre, do t'i bashkangjiten me armët e tyre, por do t'i bashkangjiten edhe njerëz të tjerë nga kjo krahin. Do t'i bashkangjiten edhe tatarët, dhe tatarët janë popull turko-mongolik, mongolik. Popull turko-mongolik. Do t'i bashkangjiten, por edhe banorë të tjerë, njerëz të tjerë nga kjo krahin. Por ndoshta numri më i madh do të jetë nga këta çifut. Dhe kur Dejjali të shfaqet, synimi i tij i parë, pasi të bëhet publik, do të jetë hyrja në Medinë, në Medinën e profetit alayhi salatu wassalam. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti al-Masih min qibali al-mashriq, himmatuhu al-Madina." Do të shfaqet Dejjali nga lindja dhe synimi i tij është Medinja. Synimi i tij është Medinja. Thon dietarët, ndoshta synimi i tij është Medinja për shkak se profeti alayhi salatu wasalam ka treguar se imani, besimi, kthehet dhe strohohet në Medinë, siç ajo kafsha në folen e saj. Prandaj dhe Dejjali e synon këtë qytet, që ka vlerë, ka iman. Dhe ne dim që Dejjali kërkon të përhapi kufrin me pretendimin e tij se është Zot. Dhe do që t'i shkatroj vendet ku ka iman dhe janë kundërshtar të tij. Prandaj synon Medinën. Menjëherë, sapo bëhet publik, kërkon të shkojë në Medinë për ta shkatruar atë me kufrin e tij. Dhe shkon në Medinë duke ndjekur një rrugë, siç vjen në hadithin e profetit alayhi salatu sallam, një rrugë midis Shamit dhe Irakut. Ja është kjo këtu, me vi blu. Nuk e dinë e dalloni, se është pak e imët. Midis Shamit dhe Irakut. Pra, ja dhe kjo njolla blu këtu në cep të fotos është deti Kaspik. Që pjesa jugore e tij bie në apo brigjet e pjesës jugore të tij janë në krainën e Horasanit. Krainën e Horasanit. Cila është gjendja e njerëzve kur të shfaqet Dejjali? Kur të shfaqet Dejjali, njerëzit do të shkojnë nëpër male për të shpëtuar nga fitnja e tij. Muslimanët do të shkojnë nëpër male. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Yafirranna an-nasu min ad-Dajjali fil jibal." Njerëzit do të kërkojnë të shpëtojnë nga Dejjali duke ngjitur dhe duke u strehuar në male. Dhe ardhja e tij do të përkojë me luftën e madhe, ose si shihej ndryshe, thertorja e madhe midis muslimanëve
dhe të krishterëve. Midis muslimanëve dhe të krishterëve. Thot Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu përcjell se kur muslimanët pra kanë përfunduar nga kjo luftë, atëherë një thirrës do të thrasë se Dejjali ka ardhur dhe ka shkuar tek familjarët tuaj. Me njëherë do të nisen dhe do të dërgojnë përpara tyre 10 kalorës. Do të dërgojnë përpara tyre 10 kalorës si njësi zbulimi për të vërtetuar se sa e vërtetë dhe sa e saktë apo cila është gjendja. Dhe vjen në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam se kur Dejjali të kërkoj të shkoj në Medinë, atëherë një burr nga besimtarët e Medinës do të dalë nga Medinja duke u nisur drejt Dejjalit. Dhe përpara do t'i dalin ushtarët e Dejjalit, forcat e sigurisë së Dejjalit, të armatosur. Dhe do t'i thonë, ku po shkon? Ai do të thotë, po shkoj te ky që ka dalë, pra te Dejjali. Ata do t'i thonë, a nuk beson ti në Zotin ton? Sepse nuk i quajti Zot. Dejjali por tha që ky që ka dalë. Pra nuk i tha tek Zoti. Ai tha, ne nuk kemi asnjë paqartësi për Zotin ton. Pra e dim shumë mirë që ai s'është Zoti jon. Atëherë ata duan ta vrasin dhe urdhërojnë njëri tjetrin, komandanti pra, urdhëron ushtarët, vriteni. Por dikush prej tyre thot, a nuk ju ka ndaluar Zoti juaj që të mos vrisni asnjë pa lejen e tij dhe kanë për qëllim me Zotin tu Dejjalin. Dhe kështu që ata e marrin këtë person dhe e dërgojnë te Dejjali, dhe kur besimtari e shet Dejjalin, thot, o njerëz, ky është Dejjali, për të cilin ka folur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra shihni çfarë imani në prezencë të Dejjalit, i bindur, i qetë, trim, me guxim, merr përsipër që t'i tregojë edhe të tjerëve se ky është mashtrues, qafir, dhe jo Zoti. Atëherë Dejjali do të urdhërojë që ai të lidhet, të shtrihet në torë dhe të goditet, të rrihet fort. Sa që nga rrahura e madhe do të shpërfytyrohet shpina e tij dhe koka e tij nga rrahura e madhe. Sprov për të besimtar të mirë. Pastaj Dejjali do t'i thotë, po tani më beson mua si Zotin? Ai do t'i thotë, ti je Mesihu gënjeshtar. Mesihu Dejjal. Pra akoma i vendosur, i pathyeshëm në imanin e tij. Pastaj Dejjali do të urdhërojë që ai të ndahet për gjysmë me sharr, duke filluar nga koka e deri te këmbët. Dhe kur ta ndajnë, Dejjali do të ecë midis dy gjysmave të trupit të tij. Do të ecë midis dy gjysmave të trupit të tij, pra i ndar i vdekur. Apo jo? Nuk jeton njeriu. Dhe do t'i thotë Dejjali, ngrihu. Ai do të ngrihet në këmbë, pra do të ringjallet. Dhe Dejjali do t'i thotë, po tani, a beson në mua? Pra që unë jam Zoti, sepse të vrava dhe të ringjalla. Ai do të përgjigjet, jam akoma dhe më i bindur për ty se ti je Dejjali. Edhe pasaj, gjendje. Dhe pasaj do të thotë, o njerëz, Dejjali nuk do të ketë mundësi ta veprojë këtë gjë me dikën tjetër pas meje. Sepse i di hadithet e profetit alayhi salatu wasalam. Dhe pastaj Dejjali do të përpiqet ta therrë përsëri
ta therë në fyt. Por Allah i lartësuar do të bëjë që pjesa mes qafës dhe kockës së krahërorit të tij të bëhet prej bakri. Dhe Dejjali nur do të ketë mundësi ta vrasë, por do ta kapë për duar e këmbë dhe do ta hedhë. Dhe njerëzit do të mendojnë se ai do ta hedhë apo e hodhi në zjarr, por në të vërtetë ai do të hidhet në xhennet. Tha më pas profeti alayhis salatu selam, ky është njeriu me dëshminë më të madhe te Zoti i botëve. Pra, Dejjali sprova më e madhe e njerëzimit. Dhe ky qëndroi përballë kësaj sprove me vendosmëri, me iman të palëkundur. U rrah, u vra, u ringjall dhe vetë se i shtohi bindja që ky është me të vërtetë Dejjali. Dhe gjithashtu vjen në hadithin e Yusr bin Jabir se Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë Kiameti nur do të ndodh derisa të mos ndahet trashëgimia dhe të mos gëzohet dikush për plaçkën e luftës. Pra do ndodh diçka që do t'i pengojnë kjo gjë. Dhe tha, armiku do të përgatitet kundër muslimanëve. Edhe muslimanët do të përgatiten kundër tyre. Dhe Ibn Mesudi bëri me dorë nga Shami. E pyetën, e ke fjalën për rumët, për bizantinët? A i tha po, pra për krishterët, lufta muslimanëve me krishterëve. Në atë kohë do të ketë një betejë të madhe dhe do të ndodhë një dezertim i madh, pra do të ketë edhe dezertim të madh nga frika, nga lemeria e asaj lufte. Dhe muslimanët do të zgjedhin një grup të posaçëm, të betuar për vdekje, që nur do të kthehen për vetë se fitimtar. Pra do të cartojnë një grup që do të jenë të vendosur dhe do të betohen se o do të kthehen fitimtar o do vriten. Përndryshe gjallë pa fitore nuk kthehen. Do të luftojnë derisa të vijë nata dhe asnjëri grup nuk do të fitojë. Pra do të vazhdojë betejë deri në mbrëmje dhe fitoria s'është për asnjërin grup. Por më pas ky grup i muslimanëve do të vritet i tëri. Përsëri muslimanët do të zgjedhin një tjetër grup për luftë të ngjashme me të parin, që nur do të kthehen vetë se fitimtar dhe do të ndodhë me ta e njëjta gjë. Do të luftojnë deri në mbrëmje pa pasur fitues, por më pas do të vriten. Kur të rifillojë betejë, do të vritet edhe ky grup. Dhe kështu do të vazhdojë ditën e tretë. Ditën e katërt do të mbetet pjesa e fundit e muslimanëve për betejë. Dhe Allahu do t'u jap atyre fitoren. Do të ndodh një masakër e paparë ndonjëherë. Nuk është parë ndonjëherë si ajo. Madje zogu që kalon mbi të vrarë do të rrëzohet i vdekur nga era ashpër mbi kufomat. Era rënd mbi kufomat. Do të mblidhen njerëzit nga një fis që më parë ishin 100 vetë, por do të gjejnë vetëm një që ka shpëtuar. Pra shini çfarë vrasje e madhe do të jetë. Fis 100 vetë, 99 janë vrarë, vetëm një shpëton. Prandaj me çfarë plaçke do të gëzohen, apo çfarë trashëgimie do të ndajnë, pra që u përmend në fillim të hadithit. E derisa ata janë në këtë gjendje, dëgjojnë një lajm edhe më të tmerrshëm se ky. Një lajmëtar thotë, Dejjali ka dalë dhe ka hyrë tek familjet tuaja. Ata do ta lënë gjithçka në duart e tyre dhe do të nisen menjëherë. Tha më parë që thirrja u vjen kur janë me plaçën e luftës në marrjen e Konstantinopollit, apo jo? Tani del kështu. Gjë që tregon thon dietarët se rimarrja për herë të dytë e Konstantinopollit do të jetë pas luftës së madhe ndërmjet muslimanëve dhe krishterëve. Pas asaj lufte të madhe do të jetë. Dhe bëhet e qartë renditja e ngjarjeve. Dhe ata do të dërgojnë 10 kalorë si vëzhgues përpara. Pra do t'i dërgojnë si njësi, vëzhdimi, para se kjo ushtri e mbetur, që lëviz më ngadalë,
për shkak të numrit të madh, atëherë dërgojnë 10 kalorës për të parë situatën. Dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, unë i njoh emrat e tyre, emrat e etërve të tyre dhe ngjyrat e kuajve të tyre. Ata janë kalorësit më të mirë mbi tokë në atë ditë, ta 10. Thonë dietarët, ky hadith tregon që do të rikthehet përdorimi i shpatave dhe i kuajve. Në fund të kohës do të rikthehet lufta me këto lloj armësh. Por a do të jetë e veçantë vetëm me këto? Apo do të jenë edhe këto edhe mjetet e zhvilluara luftarake, armët, teknologjitë që janë sot? Allahu alem. Por ajo që kuptojmë nga hadithet e profetit alayhis salam është që ushtrit në kohën e fundit përsëri do të luftojnë me këto armë dore, me shpatën, me shigjetën, me harkun, me kuajt. Allahu alem si qysh tek. Pra kjo është ajo që mund të themi sot rreth Dejjalit. Ka akoma çështje, se normalisht akoma si më ardhi vrasja e Dejjalit dhe shpëtimi i muslimanëve prej tij. Por inshallah nesër me lejen e Allahut azza wa jall do të flasim edhe rreth çështjeve të mbetura nga tregimi për Dejjalin. Elusim Allahun azza wa jall të na ruaj neve nga fitnet, na jap neve qëndrueshmëri në fe. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.